Unë se nuk kam asnjë lloj lidhje, sjellje perverse apo mënyra të tjera që këta mbarin përsipër ti thonë, po kanë guximin ti thonë. Po lere më dhe kjo, se kjo është dhe më keq. Por asnjë gjë e tillë nuk është e vërtet. Pse nuk është e vërtet? Sepse i është bërë pyetja asaj vajze dhe nuk doja ta pyesja unë, po mirë kur e pyesin të tjerët, që i thonë, a ke pas për ti sinjale të tilla për sjellje, për ku diun provokime, ku diun se çfarë, edhe ka thënë jo. Dhe kur thot ajo jo, unë kam marrë punë, se si interpretojnë tjerët, interpretojnë si duan, se nuk e din ata se si e kam shpirtin unë. Nuk e din ata se si dashurohem unë. Nuk e di kush se si ndjej unë. Dhe ato i di vetëm unë. Kush është ky njeriu që do të jetë dashuruar? Di unë, po se thash me gojën time, di unë atë pjesë. Dhe unë kam thënë, jo. Tani, nuk është problemi këtu, se këtë unë e kam seruar sa herë. Se pjesa me e keqe e atit prajmit ishte që dushi si e shikon këtë në dush. Dushi është i sjarum, do pyet edhe Selinin unë për dushin. Dhe nuk më pëlqeu fare si Selin në prajm, po e përdor të këtë faktin e shikimeve. Pa tjetër mërë tani, se kemi ardhë edhe një moment tjetër të lojes, kuptohet. Tani, unë kam një problem tjetër. Problemi është tu, që kam si mendim kokë, nuk e besoj.